Dhe prandaj edhe ti si demokrat që je, lëre se nuk e ndihmon dot as vota jote atë. Lëre Berisht. Ai ka halle të mëdha, nuk ja zgjidhni dot as ju. Por e rëndësishme është kuptojmë që kur ka qenë ndonjëherë Shqipëria jonë më e respektuar se sa. Asnjëherë. E vërteta kjo është. Është 25 jemi 25. Po mi mos nuk është nuk duhet dikush na ngritë imazhin. Fal. Këto lloj perceptimesh. Këto lloj arritjesh kërkojnë disa dekada, jo një vetme. Një dekadë ka kaluar kur ishte ai bufi jot. Po 12 vjetë nuk. Po ha pra, s'kemi ujë të pishëm akoma. Po një dekadë ka kaluar, më një dekadë kur atë mend atëherë të vinte njëri festondi kur të vinte ministri i jashtëm i Letonisë. E kupton tash? Ty të vjen presidenti francez, presidenti amerikan vjen pas 2 vitesh etj. Kjo është një histori, një transformimi që realisht takohet sot një zyrtar të lartë grek. Edhe kishte qenë në Tiranë, kishin i mrekulluar. Transformimi i Tiranës është diçka që unë nuk e imagjinoja dot kur. Dhe jo vetëm Tirana. Ai kishte qenë Tirana vllai tash, unë po them. Kam një mesazh. Kam një mesazh sot me një shok 20 vjeç shok, austriak. Sot ka shkuar në Shqipëri. E kam mesazhin tonë, vetëm lexoj sa thotë për Shqipërinë. Fjalët e mira. Imagjinuar se është Shqipëria ajo që është. Shqipëria s'është vetëm Tirana, nuk është. Jo, nuk është Tirana. Nuk është Tirana. Duhet s'ka vajtë. Duhet vetë kënaqemi. Do puna akoma shumë S'ka vajtë Tirana. Kur ishte ai shoku buku? Mas 12 vjetësh, çfarë ka ndodhur se 2 detet janë nuk kanë shtuar të. Liçenet ato 3 kanë ngjitur. Lumet po ato, malet po ato. Çfarë ka ndodhur që ke 12 milion? Sepse ka ndryshuar imazhi i Shqipërisë më vllai. Infrastruktura. Jo, infrastruktura patjetër është bërë rrugë etj. Janë bërë të mira. Po ka ndryshuar imazhi i Shqipërisë. Ajo është parsore. Pra, Shqipëria nuk është më një vend që ti po dolen protestë të vera tjetëri në mes bulevardit. Po nuk është dëshesh me lule, baba im 140.000 lekë pension me. Një sekond. Baba yt nëse s'do kishte ardhur kjo qeveria, nuk do merrte as 50. Sepse e vërteta është, e këtu pëlqeve se hyre në fush do numra. Nëse do kishte mbetur ajo që ishte, në sistemin e sigurimeve shoqërore në Shqipëri, falë kësaj qeverie, janë shtuar dhe 300.000 të tjerë që kontribuojnë me atë qeverinë që kishte ti me shokun Bufi. Mbas 12 vjetësh. Po jo më valla, ore s'mati me më, se ti më thua, ikni ju se të vi ky prap. Po jo, nuk them unë. A nuk e, po mirë, ja kanë reflektuar demokratët. A yıl bote.